nuk ka pjekuri të partitë politike, se ato nuk jenë konstitume si parti. Të vendosje një farë hierarkia, të vetëm liderit duket mendon. Të vendosje vetëm liderit duket që mendon? Ai vetëm mendon. Po i kemi edhe shumë figura tjerë, zoti Maliqi, kemi zotin Konjufsa. Kemi edhe deputet. Ka të suflera, i ka suflera, po janë të jashtëm, nuk janë ata njerëz të zgjedhur. Po thu janë të jashtëm. Se e ke dhënë një deklaratë bombastike kjo për titull. Po drenori nuk besoj që pajtohet me drejtë. Isha pa përfunduar sa mendimin e zonjëm zi shëbatem në Shqipënisë. Greqisë. Zonja Dejona Mihajli. Së njohun e personalisht e di që po ja shkruan fjalimet edhe deputetëve. Po. Ja u ka shkruar me tnime. Po ja u ka shkruar edhe më herët një pjesë. Paka shumë i kishin dalë pak pjesë skenarit. Jo, politikanë edhe në Amerikë, politikanë të kanë kjo realisht këto sjellën deputetëve sot e kanë lënë komplet çatesë janë kontrolluar. Sepse ata bashkë balen çka dështën para kamerave sot. Bile edhe shumë e drejtë, edhe unë pajtohem plotësisht me zotin Kryziu që megjithatë një deputet i zgjedhur duhet ta ketë bre një fije. Sa interesant tash, po çoni ujin mullit. Se edhe jona nuk pas ka mund. E pasha zotin unë e përpos idiot që të fjallë nuk kam. Me falni po. Po kërkoj folje publikut, moralinit, vetëvendosjes, drenorit edhe krejt. Po qatra. Se unë tjetër shpërje nuk kam. Mora stan ata diçka keq, pa jo që e bëri me ata stan, a i keni nua po do ta kemi me deputet kuventit. Çka thanë keq ata? Jo, nuk është e keq, po sjellja nuk është bezat. Po çka u dash me bota? Në qendrim politik. Diçka për të thonë, se s'ka kur do treve me vazhdu rrugën e vet. Arroganca ti kur del gazetari aty të nxjerr rrugën. Jo, arroganca e pushtetit. Arroganca që dikush me kolegëve pe mediave vazhdimisht i kanë thënë arrogancë numra. Problemi i arrogancës është që domthon e përbuzin votën që ja ka dhënë qytetari, përkatësisht çaj trup elektoral. E përbuzin e shkelin me dy kom që kjo është një aspekt është mirë, sepse publiku, votusi, ka me qelë sytve kanë e shtin kuvend. Ja ka me qelë sytve, shiko, ja ka me qelë me sytve. O dënër. S'ka ngu para non të shkullin. O dënër. Kitë linje ke një. Muë, që është e vërteta, unë e kom pasë. Kjo e propagandës. Për ato, ka se në tjera kur mund është ashtu mi thonë, gjest ka qenë, ati. Pa jo, problemi, jo veç ajo, po arroganca e shprehunit, arroganca e sjelljes. Domthon, para ty një thuhet ti që ata domthon janë një meç lirimtar e këtij veni ma 2000 vjet rrobnie. Nuk e kanë, shiko, entuziazmin e fitores. problemin ata kanë dëshmuar një pamendësi totale politike, kanë menduar që janë të paoft me qeverisë, domthon, dhe e kanë bërë rreshtin antiserb. E me bërë rreshtin antiserb që janë 30.000 në Kosovë, më falni, është shumë lehtë. Edhe unë da smet kishme mujtë me bërë këtë rreshtë e me i fitu ka 100.000 vota. Po problemi është që kjo shoqëri duhet me fillu një terapi me sheru. E jo me smuve, këta e kanë smu shoqërinë kosovare. Për arsye thjeshtë se me dalë sot në vitin 25. 48 deputeti ka Qevek shekulli i shkoj i Nistenishit. E me dorë qëtë me gjestë të tila. Zoti Maliqi nuk, domoni 5 vjet i kemi përballë qëta njerëz. Unë nuk më dëgju një fjali të artikulume, normal, për pas ideologjizmave që i ka shku dhe ju në Mihajli, nuk më pa një fjali normal në kuvend në Kosovë për plasje, luft, të shfa luft